Leximi i ditës, Ungjilli i Lukës, kapitulli 10, vargu kyç. Ai që tregoi mëshirën ndaj tij, edhe Jezusi i tha: "Shko dhe bëj dhe ti ashtu." Shpjegimi. Kapitulli 10 fillon me thirrjen e 70 dishepujve. Të korat janë të mëdha, duke treguar urgjencën e misionit. Më pas Jezusi shpjegon se misioni dhe jeta e përhershme varen nga një gjë: të duash Zotin dhe fqinjin tënd. Kjo përmbyllet me parabolën e Samaritanit të mirë, e cila sfidon ligjin. Fqinji juaj nuk është ai që është afër jush, por ai që ka nevojë, madje edhe armiku juaj. Përgjigja e Zotit është një urdhër për veprim. Shko dhe bëj dhe ti ashtu. Trego mëshirë. Lutu me mua. Lutja e reflektimit për ditën 10. O Zot, ti që je korrësi i korjeve, faleminderit për privilegjin e misionit tënd. Unë rrëfej që shpesh shoh nevojën, burin e plagosur dhe kaloj nga ana tjetër për shkak të nxitimit, frikës ose paragjykimeve. Më fal për herët kur kam dashur të justifikoj veten duke pyetur: kush është fqinji im? Më jep zemrën e mëshirës si Samaritani. Më çliro nga çdo ndarje dhe status dhe më ndihmo të veproj me dëmshuri duke i dashur të tjerët me guxim, duke e lënë misionin tënd të bëhet një praktikë ditore. Shko dhe bëj dhe ti ashtu. Amen.